pavarësisht që e mbo gjitha partitë politike, ne i kemi mujt një ka një, po fitoria është e qytetarëve të Fushë Kosovës. Falenderoj secilin qytetar që na ka mbështet, pas 25 vjetë pushteti komunal ju kthehet në dorën e tyre. Falenderoj nga zemra të gjithë ata që na mbështetën, edhe na presin punë të mëdha. Zëveza si ka ardhur deri tek fitoria, sa kanë punuar qytetarët në fakt dhe thatë se pas 25 vite shumë të pushtetin në vetë të parë. E falenderoj secilin aktivist dhe aktiviste, secilin qytetar që na kanë mbështetur gjatë këtyre javëve të fundit të fushatës, edhe të cilët na kanë mirëprit jashtëzakonisht shumë me programin që kemi prezantuar, ku i ka përfshirë të gjitha kërkesat dhe nevojat e tyre. Andaj ndryshimi u koni domosdoshëm sepse kemi të bëjmë një pushtet që 25 vjet njëjtit njerëz, mendjes kanë pritur edhe qytetarët me ndodhur ky ndryshim. Janë duke ardhur rezultatet, po besoj që shumica e numëruar, po 80% që dallojmë. Zoti Prebreza, edhe një pyetje, ka pasur konfirmime zyrtare prej prokurisë themelore të Prishtinës se 2 persona janë ndaluar për shkak të dyshimit për marrje të rishfetit në lidhje me procesin e votimit. Sa kanë mujt me e lëndu këto, të themi, incidente ditën e sotme? Nuk më mu deklaru për këtë pjesë, të janë procedura që duhet të ndjekin organet e hetuesisë, marrin me dënimin e meritum, po çka më i thonë është që pavarësisht gjithë grupimit që e mbo, pavarësisht që e mbo gjitha partitë politike, ne i kemi mujt një ka një, tash i mujtëm bashkë. Andaj kjo fitore është i qytetarëve, i falenderoj gjithë secilin, e një herë t'ju tregojmë që kemi me punu për gjithë njëjtë, edhe për ata që nuk na kanë mbështetur, do të jem kryetari i gjithëve. Falenderoj nga zemra, edhe na presin punë të mëdha e mirupafshim.